për mu është, atë dheu është si kurse gjaku, a feja është si kurse fryma. Njëra pa tjetërën nuk mund të jetojnë. Feja është frym, që je popullit frym. Unë di që në kuptimin e islam në faktin kurajohet edhe me luftu për vendin të në rast që sulmohet, pra edhe feja me sa e diunë, me qatë sa e kuptojmë, për shkak nëse Kosovë sulmon dikush tjetër, na supozohet edhe me fe me mbrojt vendin tonë. Po në rast që ndodh një luftë mes fesë dhe mes kombit, në cilën anë kishe luftu? Mes fesë edhe mes kombit. Cilën luftë e kishe prioritizu? Unë e kishëm prioritizu mes drejtësisë edhe pa drejtësisë. Nëse e kam edhe një shqiptar për para vetës, edhe është duke punu për kombin tim, për të keqen e kombin tim, normal, në ballafaqim, në luft, në betej, se kështu luftrat nuk bëhen pa pas negociata. Kështu që mes kombit edhe fes, e kisha bo pak ma ndryshen mes të drejtës edhe të pa drejtës, sepse aji që është kriminel, aji nuk nje, as fe, as komb, as dhe, as atë dhe. Që veç edhe një pyetje, pra, për juve, ma e afërt është një motër muslimane që është një feje tjetër, apo një motër shqiptare që, cila është ma rëndësi për ty? Pra, kënë konsiderom ato afër një grua një shqiptare, po që nuk është muslimane, apo një grua muslimane që nuk unë me qenë shqiptare? Prap këtu është punat e njerëzi lëku. Prap është e njerëzi lëku. Nuk kam fjalë. Për mu vlen krijesa njeri, pa marrë parasysh çfarë race, çfarë kombi, apo çfarë flamuri më banë. Nëse unë kam një urrëtie ndaj një shqiptare, s'do me thonë që urrej flamuri. Po na duhet t'i ngrisim vlerat tona, ku do që shkojmë në për diaspor. Ndonjëherë këta më duket se këngët e teprojnë me ato dhimbjen për këngët për diasporën, për gyrbetin. Jo, ku do që shkoni, nëse i marrin këto tri vlera, vlerën kombëtare, vlerën tradicionale dhe vlerën etiko-morale dhe shkonin në Gjermani, në Amerikë dhe merrni me vete një flamur të kuqezi, ai fëmijë herdo kurdo ka me urrit me këto tri vlera edhe keni me kriju Kosovë të vogël, lagje të vogël në Zvicër, Kosova, Shqipëria, siç po krijohen, toka është e Zotit, më besoni, pse për shembull, okej, na kemi nevoj për adetarët tonë me arë në Kosovë, por edhe nëse nuk jepet, nuk ka drejtësi, mos e merrni për të madhe. Po prap, shkoni në vendet e uja, por mos e harroni vendin tuaj. S'paku gjenerata juaj që keni lind këtu. Këto tre virtyte padyshim i keni dhe jo. Po, me këto virtyte. Të futen Big Brother me këto virtyte. Naim Frashëri mi ka mësu këto tre virtyte, pra vlera kombëtare, tradicionale dhe etiko-morale. Se nuk futen Big Brother me këto virtyte. Si jam fut për shkak se kam një dashuri më të madhe se sa Big Brother. E ajo është burrim. Që s'kam dasht me lëndu as një gisht të burrit tim, ka përkra, deri në momentin e fundit më ka përkra, më pruni bire dhe këtu me bom makjazhin të njom za i lumshin duart, Behluli, edhe po i kam Facebook, ishëm bo kretë ndryshe dhe vetë s'pi besoj, a jam ajo, as jam, edhe kur po vetëm ka pru këtu deri në studio, me u bo makjazhin, kur shkova në shtëpi e vesha fustanin, e vesha shamin, edhe filloj ai mu zverdhu. Thash, Luan, qa ke? Jo, kur gjo mirë jam. Do me thonë, aji qa e ka pas dëshirën unë me hymë Big Brother, edhe pse pastaj nuk ishim pritshmërit e mija të drejtën të thamë, po si do qoftë, aji më tha, unë e thash, jaja, nuk po shkoj. Nuk po shkon, Iqbal dhe Berisha Auduti nuk shkon, nuk e jap dashuri, nuk e jap fatin tim 40 vjetë që kom jetu për komplet diamant që tu me ma shtruar. Por, kisha shku, kisha pas dëshirë, pa marë parasysh ka ki dëshirë të madhe Big Brother, atë kam vetë pak pikë. E kam dëshirë edhe bashkë më ofendojnë, qka së më kanë thonë, po s'kanë dertë. Sepse qata fëmi, qajo rini, besoni na e kemi çdo 3-ën, 4-ën shtëpi. T'ju garantoj. Prandaj, ndoshta, po kemi një vajzë më agresive, kemi një djalë më të butë, kemi një vajzë me një lirit shturur,
Ndoshta si kemi pranë kamerave televizive, që ato vajza, po i kemi në përshpia. E përfatsojnë shëqërin tonë, ata aty brenda? Nuk e përfatsojnë, por kemi shtëpia e madhër e Big Brother, i kam ledh krejt shtëpit e Kosovës dhe i ka fut aty. Jo për me në nënçmu, po me marë mësimi miri, edhe me thonë prit pak se sa, që për thonë puthjet, andej këndej, ne kemi në për seriale televizive. Me patu puth. Po, shiko, 2000 metrë 4 orë, bezemër. Unë e bashkë i kom bledhe ato robat që janë në di për bazen, edhe thëshëm, hej more Luan që e kam marak bazeni. A di në thash ka kom e bo, kur shkojnë ata natën me flejtë, unë kom e hy ati mulla. I bola, himja bojmë surprizë. Nuk më kishin pengu, apo kupton, se ti shumë konë mashkull e nuk lejot me pa që atë shumë të zhveshura. Mi po unë e si femër, mu nuk më pengon si mashkulli prej kërthizës dheri të gjunjët, mundët mu pa, por, zotin a thotë, ullni shikimet e juaja, 2000 metrë 4 orë, a din qëfar laramani e madhe kishte me qenë kamerat, e kapin igin, e kapin se në atë mikrofonin ma keni bo ma. Në rast që të thotë me hy tash, a kishe hy tash në Big Brother, që tash, prej studios direkt me shkullin shtëpi? Po, vetëm ndese kishëm pa që emocionet e burit nuk ndryshon. Për shkak Parkinsonit, emocionet aty këtu ndryshojnë. Ta në kohën ka përkra me shku, ma në fund, tha jo shko se unë e fshejti smundjen e ti, se unë 3 ditë... Se more me vete me shku me bashkëshortin? Ja, nuk ja vlenë, se ajë smundët mi pa ato femrat aty. Po i byllë sytë, shikimi poshtë. Unë mashkujt janë ma asi, edhe pse mashkujt nuk po ka bre tërbije, vetëm që të sekuens ta të regoj.